Përshëndetje miq, ka lezet e diela me pak ëmbëlsirë. Sot në mëngjes përgatita këtë kekun që doli butë si pambuk. Vetëm mos e frikni të ngrohtë si puna ime, por nuk mu durua. Sot mëngjes e shoqërova me recet kumve dhe mi gjithmonë tu kënaqa. Me pak fjalë për lirë recetën. Në një tas 2 goda sheqer, 3 kokra veç gjisej, të verdhat veç të baradat veç, të baradat i rrafi me një brezkrip, duke i rrafur me fruste elektrike, shtojmë pak nga pak nga masa sheqeri që hodhëm këtë tas i bardhë. Tek të verdhat e vezëve sheqeri shtojmë një gotë kos i rrafi mirë e mirë. Shtojmë 3 goda miell, një zar fryrës për ëmbëlsira, i sitim, lëkurën e një limoni, e përzim mirë e mirë, një gotë gjalp, e përzim mirë e mirë, shtojmë të bardhat e vezëve që rrafëm më parë, nga poshtë lart mos i humbim volumin, i hedhim një tepsi 24 cm për diametër, të lyer me gjalp të spërkatur me miell, e fusim në furrë me 180 gradë për 35 minuta. E provojmë me shkop. Nëse shkopi deli tha, do thotë që keku është gati për ta nxjerrë nga furra. E spërkati me pak sheqer plur sipër. Unë, siç e thash më parë, e shoqërova me recet kumve dhe u kënaqa. Ju përshëndes. Ciao ciao.